Jemi në këtë situatë të dhënë, nuk e ka vendosur asnjë nga ne. Ne jemi thjesht viktima këtu, dhe thjesht po e komentojmë. Ç'duhet të bëjmë? Duhet të bërtasim pafund. Fabulën e përdhunimit që ke zgjedhur. Si? Po. Po pra. Jemi në gradën e përdhunimit. Dhe akoma nuk është futur thellë, se të Ramsi 5, 2029 do jetë më thellë akoma. Ma atë nuk e di pas. Si, që se ka Ramsi 5? Bën natyrat vetën nuk e di, nuk parashikoj dot aq lart. Okej, dakor. Ti je që të mundohemi të evitojmë sa më shumë, edhe pse nuk evitohet, apo je që ta shijojmë? Ti jepemi vetë. Le t'i themi gjërat thjesht. Po, bëjmë sikur jepemi vetë se s'kemi nga mbajmë. Ka dy mënyra të pari, pra si e shoh unë dhe si po shoh unë se po ndodh. Okej. Po ndodh që një pjesë e mirë e Miletit kanë filluar ta shijojnë përdhunimin. Kanë filluar ta shijojnë. 11 maj ishte një provë. Është një mënyrë dorëzimi. Unë mendoj të kundërt. Që? Unë mendoj që nuk merr kënaqësi duke shijuar përdhunimin. Unë mendoj që edhe kur përdhunimi është i paevitueshëm, njeriu ndërtohet vetë ndërtohet duke i rezistuar përdhunimit. Pra, identiteti jot merr fuqi, edhe nëse ti e përdhunon, e pson përdhunimin, duke i rezistuar. Kjo të bën ty njeri, kjo të ndan ty nga kafsha. Qartë. Ka njerëz që dorëzohen, mund të jetë dhe ajo një mënyrë për ti në rafshin intelektual dhe si gazetar. Ti jep për rezistencën pafund, edhe sikur të mos ketë kur rotacion. Ti jep rezistencë totale apo jo? Se këtu të kuptoj dhe duhet më argumentosh se kjo është për të thelbësore. Kjo pra është. Kjo është. Do me thënë, edhe kur ti e di që ke marrë mbi shpatulla një mision të pamundur, ti nuk del dot jashtë koncepteve tua, jashtë vlerave tuaja, jashtë asaj që beson. Pra, ti do luftosh dhe duke rënë murit me kokë, duke bërtitur për të vërtetën tënde. Po pse ja vlen kjo Bushat sipas teje? Sepse për ndryshe nuk je ti. Për shembull, do më quani baton, jo Andi. Pra, unë duhet jem Andi, nuk duhet jem baton. Dhe që të quem Andi, duhet të mbroj ato gjëra tek cilat besoj. Që si busqesh ka indër. E bukur. Po sepse kjo është, po le se s'pe them. Dha një ide. Baton, reagim, unë do të jem Andi, jo baton, do më quani baton. Ti baton thua që edhe mund ta shijojmë apo jo? Jo, para fraza është e kotë, a kupton se përdhunimi është përdhunim, kurse këtu ka një kuptim. Ata që bëhen se janë kjo është simbolik, kjo është alegori, nuk ka lidhje me. Po, mirë. Po dhone ashtu po e marr. A marr vetëm mos u fute konstrukti gjuhësor prapë. Te zgjedhjet e pranon alegorin, tu se pranon. Po. Jo më pe pranoj alegorin. Po do të them që une kur analizoj nuk analizoj mbi dëshirat e mia, që pastaj dëshirat i shndrojnë fakt. Se ato pastaj nuk janë analizë. Ato janë dëshirat tua si ti don ta shohësh një projekt brenda shtetit tënd. Pra kjo që bëri Bushati thua ti është dëshirë e Bushatit, nuk është analizë. Qëse kuptova mirë. Tash prit po dua të sharoj. Dhe kur ti analizon atëherë eliminon disa fakte të cilat ja mundsojnë dikujt që të përdhunoj lezetshëm politikisht. Këtë e kemi, këtë faktorizim të përdhunimit, e kemi pikrisht për shkak të gjuhës jo realiste të analizës. Çfarë bie kjo? Ne projektojmë një opozitë që s'ekziston, ose që është e dopt. Ne projektojmë një opozitë që është opozitare kundër këtij pushteti, e cila na ka përdhunuar më herët, dhe e vendosim si dëshirë vetëm për faktin që një njeri që është në pushtet e ka tepruar me pushtetin 4 vjeçar, me pushtetin 16 vjeçar, ose 12 që po jenë 16. Këtu janë analizat të cilat nuk janë analiza, janë dëshira. Dhe nuk projektojmë njerëz çfarë është Sali Berisha që të jetë një kundërshtar i Edi Ramës. Për arsye se analizën që e bëjnë për atë njeri tregon se është analizë pa themel. Sali Berisha është njeriu
që ka kohë që punon për Edi Ramën. Sali Berisha është njeri që ja mundëson pushtetin e Edi Ramës, ja mundëson mandatin e 4. Dhe nda shikoje me mënyrën e sjelljes, nda shikoje me betejën e mreshme. Dhe nëse mitizojmë një njeri i cili don të ndërtoj një revolucion, ose një opozitarizëm të pa shembull, pa gjuhë, pa ide, pa të ardhme, pa gjithë shka, dhe na e faktorizojmë ato, normalisht që na ndihmojmë Edi Ramën. Është bërë metodë kjo, por s'ke argumenta futi një Sali se mban edhe të qohe bisedën ku të dush. Përmëndi njeri Sali. Saliu është argument. Jo, Saliu është argument. A di pse fiton korrupsioni i pushtetit karshi fiton baton se ka tromplinët, se ka çelat, se ka bajrat, se ka me Gonigalin, se ka parate oligarkëve, se ka klanin dhe Top Channelin. Jo. Dhe Saliu, ndaç Saliu, ndaç Shkëlzeni, ndaç Argita, ndaç Luli, ndaç Ali Beaj, ndaç Agronshej, do humnin po njësoj. Se me banditët nuk fitohet asnjë garë elektorale. Jo. Po vazhdojmë me Saliun, se Saliu mbani ziu. Jo, nuk është vazhdojmë, për Saliu produkti gjuhës, produkti studiove, produkt i një meritë që se ka. Produkti spakut, produkti gjykatave që e vërtitën 3 vjetë dhe si jepnin vull, për një gjë që dinte gjithë Shqipëria që Miri kanë bo. Pra produkti Ai nuk e ka meritu vullën. Po, Saliu. E ka bo betejën. Ai nuk e ka meritu. Por, gjyqja ka dhonë, pra gjyqja ka bo betejën. Kjo është një, nuk e ka meritu atë njeri. Për faktin që nuk e ka meritu, na e kemi madhëru për mes fjalive se ai është i vetmi që revolucionarizon iden e opozitës dhe e rënon. Absolutisht është njeriu ma frigacak dhe që i ka kontribu më shumëti ide se Edi Rama t'i merë 82 deputet. Nuk ka shans, as një mundësi s'kish pas. Kush do edhe Agronshejaj t'i shkon kryetari Partisë Demokratike, Edi Rama si kish marrë 82 deputet. Kur është njeriu që ka projektu opozitarizmin bashkë me analizën e dëshirave, e ka projektu Edi Ramën sot me 82 ose 83 deputet. Dhe kere një fakt që ky Saliu t'jetë takuar në njerë me këtë Sara Milën, ose me këtë Arkend Ballën, se ndosha e aji e ka fajnë dhe për ata më. Sara Mila Bushat, ndosha aji e ka fajnë dhe për këta Saliu t'ja lëm dhe këtë. Bushat. Se po më fishe Saliu ata nuk do shkoni 20.000 vota. Njerëz anonim. Bushat. Saliu. Tashune me qanë se e kemi marrë me shembuj, une nuk du ta marrë se krasoj pushtetin me operën, por njerëzit që shkojnë me pas Pavarotin koncert, Sprita sjaroj tash, njerëzit që shkojnë me Pavarotin koncert, është dikush aty, që në një moment të ti, ai rëzohet dhe e harron koncertin dhe mban men vetëm rëzimin e ti. Na Sara dhe këto janë vetëm rëzimet dhe vogla, por ajo që ka ndonë në Shqipëri s'ka të bëj me Sarën, ka të bëj me një përdhunim opozitar. Për arsye se përdhunimi opozitar realisht nuk ka pas tjetër fund përveç kësaj që e ka pas. Dhe ky është realisht sinjali i qartë që votuesi shqiptar i ka dhënë qytetarëve të vetë, edhe Partisë Demokratike, se ky nuk është njeriu që na sjell të ardhmen. Këtë tha dhe Rama në fakt në fjalim, tha, ky popull nuk ndron qeverin pa ndruar opozitën, në linje, në rregull. Jo, unë po ta marr shembull. Mund të them diçka zotë Çan? Nëse një sistem demokratik, sa do pak, edhe me ato të meta që po i thu, me media, me tjera, ti kish bërë shërbim kaq të madh spaku, domethënë të kish burgos në një proces zgjedhor, vetëm në vitet e fundit, me kryetar bashkie, me njerëz të cilët kanë qenë ish ministra, me a projektu opozitës gjuhën për korrupsion. Dhe kjo opozit nuk e shfrytëzon ato, por e ndërton një rrëfim krejt tjetër nga ajo që është e vërteta, atëherë është e paaftë me rdu kërkon dhe nuk i duhet as kujt.
Për arsye se njerëzit nuk besojnë në korrupsionin e të kalur që e shëron korrupsionin e tashëm. Ky u problemi. Bëjmë do Dhe të unë debat mendoj- racional, bjem dakord për gjithë shka që thua ti për Saliun, i firmos dhe unë dhe flasim për tej, se shbërë si ark që u shend gjithë i mban jetë Saliu. Dakord, më po, dakord janë gjitha me Saliu. E qarë? Nuk është çështje Kur mungon Saliu... Po troplinët Saliu e shpiku, o baton. mos ishte Saliu, do mungon te Roma. Saliu e shpiku, o baton. S'nuk ka lidhje Saliu. Tu është betej me bandat. Marsiti. Po jo më burë se s'është betej me bandat, e ke një institucion që është spak, si ta ka dhënë... Qesharak. Ta ka dhënë... mirë, okej. Shkoni ka pas zgjedhjeve. I lë njerë të vjedhin zgjedhjet pastaj. Marsiti. S'kam që tha më në këto pastaj. Ti vesh peshën e fajt Sali Berishës, për shkak që lejohet përdhunimi i pareshtur i Edi Ramës, është njësoj si thuash që nuk e kanë fajin kriminalet që bëjnë krime, për e kanë gjyshtarët që nuk i tremin. Për shkak se gjyshtarët nuk e trem kriminalit, me vendime që jep, atë kriminali ka drejt bëj krime. Pra, Pak shumë, po, si krasim, pra, nëse ka fajin Saliu, që Edi Rama ka këtë fuqi, atë një bëj që edhe ka fajin gjyshtarët që kriminali bën krime, sepse është ai që nuk e trem sa duhet. Logjika Cila është analiza jote? Analiza ime është kjo, Çani, që përballë një pushtetit të tillë, i cili thyen çdo dispozit të rënd penale, pra që konsumon figura nga më të rënda të veprave penale, që i bën ashiqare. Pra lidhjet me bandat kriminale, lidhjet me oligarkin, kompromentimin e funksionarëve dhe zyrtarëve të lartë në një mënyrë që nuk e kemi parë më përpara, madje edhe të evidentuar, se është tjetër gjë kur e bën me anatemim ose me abstragim, që ke një fakt dhe spekulon me atë fakt, e tjetër gjë kur del në mënyrë të drejtë për drejtë me skaj, me encrochat, me vendim gjyqësor, me pentito, me dëshmitar. Është tjetër gjë kur dihet që si është bërë procesi votimeve, se jetojmë këtu dhe shohim. Ti e di që gati gjithë votat e diasporës, pjesa më e madhe e tyre, dhe e deklaroi vetë sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, tha vota e parë e diasporës erdhi dhe është votë për ne. Që është vetë kjo një vepër penale, publikimi i votës. Ajo ka qenë një formë presioni për të thënë njerëzve që ata kanë këtu që shiko, ne e dim çdo votë si do votohet. Qofse i doni ato vende pune, pra domethënë ka qenë një lloj sugjestionimi dhe nështrimi atyre që jetojnë këtu. Se sot me atë luhet me sugjestionimin, me frikën, se po ndodhi fakti ose po ndodhi e keqa, ajo që ti tjetër në kërcënon, ka mbaruar pasaj përfitimi dhe dobija jote. Në këtë lloj forme, ajo që na ngel të kuptojmë është kjo që ky Ndale. Prit, ta përfundoj dhe do ta përfundoj. Atëherë, një lloj përdhunimi i tillë, i cili ndodh në mënyrë pareshtur. Frikën si element. Urdhë? Ti e përmend sugjestionimin si element. Jo, shantazhin, kanosen. Pjesa më e madhe e popullit shqiptar baton, o jetojnë me rrogë nga administrata publike, dhe janë të marrë penge dhe nga kredit që marrin për shtëpi, kështu që gjithë qytetarët që janë punësuar në administratë janë detyruar të votojnë partinë pushtet. Se nëpërmjet këtyre dy gjërave mbahen peng. Dhe normalisht ata ndikojnë që dhe familjarët e tyre, dhe të njohurit, dhe të afërmit që kanë dhe në diasporë të votojnë. I di me kemi të dhëna dhe janë bërë dhe publike nëpër media. Po ja ta përfundoj analizën. Atëherë çfarë ndodh? Këtu janë fjali, fakte. Fakte janë. Po fakte më janë se kanë dalë biseda, fakte janë. Nuk po i shpik. Cilat? Kto që po them pra. Bisedat nëpërmjet patronazhistëve, drejtorëve në administratë publike, grupeve të caktuara të strukturës Partisë Socialiste, organizatave kanë dalë. Më falë, kemi dëgjuar në përgjim me zë dhe figurë deputetin socialist të hënën, në qoftë se gjithë shkolla mos ketë votuar për partinë tonë, as i mësues mos porositet në punë. E kemi dëgjuar me vesh, çfarë fakti do më tepër? Po. Kur s'do të shikosh faktet është tjetër problem, po faktet u lërasin. Tani, daja ta përfundoj analizën. Ideja është kjo, Çani, që në një përdhunim i cili s'mund të evitohet, për shkak sepse edhe ndërkombëtar. Po shati thotë duhet rezistosh deri në fund dhe mos ketë asnjë shpresë. Asnjë dritë fund tunelit. Ajo është idealiste. Unë admiroj për këtë gjë, po unë jam njëri më pragmatist. Unë mendoj këtë gjë. Kjo është pragmatiste, them. Dakor, jo, është idealiste ashtu atë. Jo, kjo është pragmatiste. Do me thënë nuk shpëton dot nga mënyra jote ta thënë një mënyrë si të shpëtosh. Po. Për shembull, tezë interesante kjo. Tezë interesante është. Ti jesh dot ai që sjell. Dakor, pra. Po ideja ashtu që kur ti mundohesh të rezistosh, dhe ai tjetri prapë arrin qëllimin, ti ndihmon në rritjen e forcës së tij. Pra, do me thënë pavarësisht se ne mund të bëjmë 8 vite se ç'kemi bërë më, po ne. Të thuash dhe ai prapë fiton zgjedhjet. Pa ne bëjmë objekti fuqisë të tij, se i bëj që fjalët tona bien vesh të shurë. Kemi ardhur akoma te pyetja. Prit.
Cila është... Cila është zgjidhja? Çfarë mase, po, cila është mase i këtë ma, po. Dhe më pëlqeu se ma ngacmoi pak Andi, kur tha unë jam Andi, se jam Batoni. Batoni i ka shpëtuar kësaj situate. Pse? Sepse në Kosovë Batoni u mundua të rezistonte Albin Kurtit, me spirin e tij me oponencën. Kur e pa që Albin Kurti në fund fare votoi, erdhi në Tiranë. Sepse nuk pranoi të ndërpras, si thua, një lloj forme figurative iku nga krevati. Erdhi në Tiranë. Dhe ajo që kemi ne mundësitë që të bëjmë është të bëjmë rokat me Batonin. Tikim Kosovë. Pra Andi do të tikim Kosovë. Pra ti po propozon që njerëz si Andi tikin Kosovë. Po, si Batonit vinë në Shqipëri. Po Baton, po. Ja një sekondë se është në... E para... Se janë dy figura në ditë kuti, në tavolinë e shahut. Pra është dhe mbretëresha dhe tonë. Në një botë globale nuk i shpëton dot kësaj duke u zhvendosur gjeografikisht. Pra, unë e di që Netanyahu do vazhdoj të shfarrosi palestinezët. Dhe unë duke ikur nga Tirana në Serbi nuk bëj dot si kur problemi nuk ekziston. Unë sa të besoj do ngrej zërin që ndaj tyre po ushtrohet genocid, pavarësisht se ku ndodhem gjeografikisht. Pra nuk i shpëton do, nuk del dot nga kostumi mund të ndrosh, po atë që je brënda nuk e ndron dot. Pra je i dënuar të luftosh me gjithë se di që në fund do të përdonoj. U dhe gurin ngrije prap në parestur. Po Baton. Qanis, nuk muj me anashkalu këtë, se une po takohem për herë të parë me këtë zotriun. Me Marsidin. E para, nuk ke nevoj me spekulu dhe me ndërtu rrëfimin e Tiranës dhe Prishtinës ikjes nga ajo në pjesë tjetër. Po mund do ati në Kosovë, se s'kam të Libi Ramës. Jo, në Tiranë jam para te. Besoj. Edhe unë jam rrit me Shqipërinë që tjas nuk e imaginon qëfar është... Se kisha në atë aspekt fare. Ishte kështu... Ishte figurative. Figurative ishte, Baton, mos e merë... Jo, nuk është figurative, unë e bëj betejën si Shqipëri, si Kosovë, si dikur, si ta, si në vitin 99, si 92, si 2001, si 2005, edhe në kohën e Enver Hoxhës, po deshe si fmi. Jam dakord në Baton, unë e kam fjallën në kuptimin që kur serëzojmë do të ramën, sa trim durojmë ramën këtu për mi shkojmë Kosovë. Edhe unë po të marrë si model, unë po të them që ke bërë gjithë më të mirë, mundshme. Edhe unë do bëj si ty. Që nuk e donte Kurtin dhe erdhi në Shqipëri. Po, nuk e donte Kurtin dhe erdhi në Shqipëri. Unë se du ramën dhe Baton, po ti pse më hon këtë, të gjithë thonë këtë gjë tani. Gjithë ata që të njohin e thonë që Batoni vlla nuk mund të rritet dot atje. Ja, Bushati mund ta konfirmojë. Ore ju e po si të çimteka merreni me Batonin, jo me idetë e Batonit. Jo me idenë e Batonit pa merrem unë. Ju po merreni me personin. Jo, ideja kjo është ideja Batonit ikja. Ikja, unë s'po merr. Unë s'po gjykoj moralisht Batonin. E kam një problem. Madje po propozoj të bëjmë rokat. Si udhëheqës emisionit të gjithë e thonë, atëherë edhe ti je pike ignorancës sikur të gjithë tjerë. Unë nuk besoj si ti e i tillë. Nuk e kuptoj. Nuk thuhet a luktove. Jo edhe njerëz nuk dëgjova në fakt, nuk dëgjova në fillim, nuk e di. Personalisht thu të gjithë e thonë se Batoni Ore Baton, po se ndodhi atëre fiks më burr, kjo nuk është spekulim. More, atëherë mund të thëmë që edhe ti je pjesë e grupit e ignorantëve të cilët flasin kështu. Dakor, në rregull, po nuk është si që na akuzë që të bëra. Kjo është pa lidhje, kjo pa lidhje dhe pa shije. Mua bilen pëlqen kjo më valla, mua pëlqen do me te, do të iki vetë Kosovë po unë. Domethënë dy bashkë do ikni, më kemi thënë, do po pra, ne kemi refren ato. Ajo është punë juaja, është ju jeni njerëz lirë dhe bëni çfarë doni. Se e merr si akuzë më burr se ishte miqësore o Baton. Qani, a dikush problemi i njerëzve? Shikon, e mërë personale. Unë jam njeri që balavaco me ide dhe unë nuk merren me personin e askujt e tëna që bën. Unë mund të flasë për Palestinën, mund të flasë për Gjermaninë, mund të flasë për Trumpin. Dhe këto ide si primitive, se kujt çka i takon, janë, do me thonë... Po jemi dakord më valla mos e, po pse jep kaq shumë rëndësi valla një shembull? Jo ti jep rëndësi, unë si jep. Po ishte një detaj, kjo thelbi ishte tjetër kund. Po detaj është gjithçka në diskutim. Pra arsye se detaj është ai që atë kupton dikush apo jo, edhe çfarë përfaqëson ai njeriu kur diskuton me ty. Kaq është kjo histori. Se na mund diskutojmë shumë gjëra parimore, por kur e fut një gjë e cila është personale, atëherë është pa lidhje, domethënë s'ka sens. Ore, Baton, më fal një sekond, po tani më fal nga pyetja që kam në ekran unë vlla, që ti mbase e lexon, prodhimi që se vitoja do mund shijohet. U mandaj e pyeta dhe Bushatin kështu, Bushat, ti vetë personalisht dhe ky tha, unë personalisht e kam kështu,
Atë që shoh, pra e ndar analizën, është një gjë është dëshira, tjetër gjë është si i shoh fund të tjerë si reagojnë. Pra në këtë kuptim, mund të më pyesësh ti mua, valla. Si shpyeta Marsitin, pra. Jo. E kam fjalën, pyetja që bëhet atje, nuk ka asgjë për tu, pra, nuk ka pse marrësh personale, valla, është normale, kur e ka njerëz që do ta shijojnë më valla, një moment caktuar për dunimin se nuk luftojnë dot, më. Ka ca të tjerë do luftojnë. Ka lidhje me këto që thash unë. Po pra se ty s'pëlqeu shembulli. Ore Baton. Te kalojmë të, se po mbisni kot me një debat. Atëre të vazhdon të Marsiti, pra se Batoni ndryri për këtë, për të sqaruar. Lere këtë pjesë e Batonit, lutem mos e merr se ai është del larg, se po të kishim në studio ndoshta të kuptonte. Jo, me këta më të madhe të vjen në studio ne vlerësoj. Pra ideja është, o Marsit, ti nuk jam si Bushati. Bushati e quajte idealist, edhe pse Bushati të tha që unë jam pragmatist. Po sepse çfarë do ndodhi, duke rezistuar pafund, do lodhesh dhe kur ndodhi për përdhënimin s'do e shijosh. Ka, se në fund fare, në qoftë se vazhdon kjo situatë, me gjitha këto paregullësi, me gjitha këto fenomene që ne shohim, dhe çdo gjë i bëjnë verbëri totale, ndërkombëtarët, sistemi drejtësisë, opozita. Kjo është zgjedhja. Do me thënë, të shijon më shumë pallimi ti me dhunë, apo ku rezultati gjithmonë është i njëjtë, apo të shijon rezistimi ndaj dhunës që ushtrohet nga ty. Pavarësisht se do humbësh. Kurse unë thash, këto të dyja, unë thash do hiki. Këtu e lidhe me Batonin. Jo, edhe pa ne mos e shemu Batonin, thash më po ikja nuk është zgjidhje në këtë rast. Po dakor, po është mënyrë pragmatiste. Nuk është zgjidhje thua ti. Po pse mund të jetë zgjidhje, po shtatë pak njerëz, dëgjoj, këta njerëz bëjnë nga Shqipëria thua ti. Janë të gjithë të varfër, i kinë përbukën e gojës jashtë në këto 10 vjet që kanë ikur, si mendon ti? Unë mendoj që shumë prej tyre ne nuk po bëjmë bisedë ekonomike. Nuk është ekonomike, jo. Që dhe unë dhe Marsidi, po ngelëm pa para këtu, do shkojmë të punojmë murator. Pikërisht, unë them që s'kan ikur gjithë nga varfëria, pra. Mund të kenë ikur dhe nga që nuk ka shije jeta më burr. Po normal që ka thjesht, nuk ka shije politike. Po si s'pas ka shije? Nuk ka shije. Vinë 10 milion turistë më burr. Kur thon? Ku zhvillohet Shqipëria, shikoj jugu. Ka shije për industrinë e turizmit më bushat. Unë ti Marsidi nuk e di për Batonin dhe Sebastiani nuk merren me turizëm vëlla. Tani më fal, ne e shohim nga një këndvështrim tjetër dhe besoj si puna jonë janë shumica. Përfitojnë ata që përfitojnë nga turizmi. Po. Ne jemi që ata janë të lumtur ore. 14 milion pritet të vinë. Këtë vit, po. Janë të lumtur ata që kanë shtëpi që japin me Airbnb, me Booking, me këto gjëra, ose këto agjencitë që sjellin hotelet. Pjesa më e madhe nuk ikin të lumtur. Pra, nuk po lumtur, po sikin të lumtur. Pra, pyetja që shtrohen në bushat është kjo vëlla. Mos ndoshta kjo pjesë gjeografike do thoshte Sebastiani, se Sebastiani ka qef të zgjerohet. Pra, e pesi iku deri Rusi, erdhi praptu, i ka të bukura shumë ato për të thënë, për të kuptuar fenomenin nga overview. Mos ndoshta bushat ky vend vëlla. Nuk ka pse të pretendojmë as ti as askush tjetër që duhet jetë një vend demokratik. Mos ndoshta kultura e këtij vendi në genin e tij, në ADN-n e tij, është që nuk ka pse të jetë demokratik më. Ky është një vend që ka pas gjithmonë nevojë për njerëz të fortë në krye që ta udhëheqin. Ka treguar historia. Për një periudhë shumë të vogël, dhe këtu ke drejti që u bë rotacioni, për arsye të pakuptueshme në fakt, që e bëri elita. Njëri e bëri Nano, njëri e bëri Berisha. Po në fakt, po të shohësh gjithë historinë e krijimit të shtetit, dakord? Këtu të kanë udhëhequr gjithmonë despot më burr. Po. Autokrat. Pra pse pikërisht tani ne duhet pretendojmë që duhet të futemi në shina të ashtuquta demokratike. Ndërkohë që jemi koloni penale. Jemi koloni penale, urdhë. Ka dy arsye. Jepi. E para, nuk është një mëkat të vendoset dhe diktatura, po njerëzit duhet jenë qartë. Do me thënë, njerëzit turbullohen kur ti thua që unë jeton demokraci dhe i gënjen. Këtu jam dakord. Pra, ky është frustrimi parë. Ati e kundër hipokrizisë të përdorur. Pra ti themi gjëra troshtë të Bushati. Nuk jemi demokrati. Edhe nëse kjo joti është e vërtetë. Jo, nuk e di se është e vërtetë, e shtroj. Po e marrim si hipotezë. Do me thënë që shoqëria jonë patriarkale, pa traditë demokratike, prodhon vetëm autokrat, mund të ketë një pakicë shumë të vogël, të papërfillshme, pa ndikim, që do ju mbasi gjithë betejat, që do vazhdoj të militoj që s'kemi pse mos jemi demokraci. Unë bëj pjesë të këta. Jam dakord. Jam duke pritur përdhunimin, po luftoj që ta shty. Se ti thua nuk ka ndodhur akoma. Përdhunimi s'ka ndodhur akoma, edhe Ramsi 4. Është Ramsi 4 ky Bushat. Është akt permanent. Do me thënë, po të kishte ndodhur, do kishim shpëtuar. Ne jemi në përdhunime sipër. E kupton? Ati thua, jemi në përdhunim, s'ka mbaruar akti akoma. Do kishe ullë fustanin, do kishe shkuar në punë tënde, po jo. Ti je në procese sipër.
Sebastian, ky është me të jotë para se kaloj te Batoni, se do pyes e Batoni pak. Tani për ta marrë pak me radhë, ka një vendim në Brazil, është shumë interesant për çështjen Po ma lif me këtë fabull, aty pra do shkojmë tani, prandaj po ta shpjegoj Mos po gjerësisht. dil tani nga ky fokus i kësaj. Lutem. Një gjyq ishte përdunuar një gocë e varfër në favelat braziliane. Mos ti vate të kuptimi literal i fjalës. S'ka lidhje me Në rregull, po këtu dua të dal. Megjithëse po ta mendosh tamam Dhe kjo ishte përdunuar nga disa djem të pasur që jetonin në zona të pasura. qartë. Dhe gjykatësi tani e merr dhe e thot, Në Rio. diku andi, po është vendim gjykate. Dhe gjykatësi në fund fare shkruan. Për sa kohë thot që kjo tha në një çast që disi edhe e shijova atë çast, detyrimisht tani nuk mund ta quajmë përdunim. Qartë. Tani të gjithë e dinin që ky ishte përdunim. Të gjithë e kuptonin. Çdo brazilian, çdo meksikan, çdo amerikan, po ta pyesje, e kuptonte. Por këta që kryen përdunimin ishin djemë nga familje të pasura që e kishin bërë. Çfarë ndodh në këtë mes? Si interpretohet ky vendim gjykate? Pra gjyqtari po fliste me zërin e pushtetit. Pra pushteti nuk e dënonte atë që ishte i pasur, sepse i pasuri e blinte drejtësinë. Dhe nuk mund të shkonin djemë të disa familjeve të pasura, nuk mund të shkonin burg për shkak të një përdunimi që kishte ndodhur. Tani çfarë ndodh në këtë mes? Në këtë mes ndodh një gjë shumë e thjeshtë. Qoftë me psikanalizë freudiane, po të marrim a duhet shijohet përdhunimi. Prandaj nuk e kuptoj mirë Marsidin se çfarë thot me këto që thot. Qoftë me skizanalizë deleziane, je sadist kur shijon përdhunimin. Pra je sadist i vetë, pra ti nga i përdhunuar i bëhesh përdhunues nesër. Që do të thot paka shumë, pra çfarë dua të them me këtë lloj gjëje. Në çdo qast Je sadist apo je mazokist, kujdes, sepse mos e ngatrosh. Të dyja bashkë, nuk është se ka ndonjë ndryshim në Jo, ka ndryshim. Sadisti është ai që bën aktin, mazokisti është ai që e pëson. Ti kthehesh në sadomazokist. Okej, dakord. Okej, dakord, vazhdo. Çfarë dua të them me këtë? Jo. Këtu jam me Andin në një pikë. Cila? Është shumë e thjeshtë. Politikisht ne marrim vlerë vetëm nga virtyti. Politikisht. Pra qëndrimet që ne mbahen mbi disa pozicione të virtytit që ne kemi në publik. Ti mund të shkosh në Afganistan, por mund të shkosh në Siberi, mund të shkosh në Singapur, mund të shkosh edhe në Dibër. Shkosh ku të duash. Në qoftë se ti nuk i përmbahesh virtytit tënd politik, deterritorializohu ku të duash, emigro ku të duash, shko ku të dojë ty kokra i qefit. Çështja është që nuk je më ti. Pra këtu ka të drejtë Andi në këtë pikë. Pra po nuk ju përmbajte virtytit tënd. Pra për ta saktuar me dy pika. Në Amerikë dhe në Meksik janë po të njëjtët kolonizatorë që kanë vajtur. Amerika është demokraci, Meksika nuk është demokraci. Ndryshimi nuk është kanë një popull më të mirë këto këtej, ato kanë një popull më të keq. Nuk është çështja e këtill. Ne duam autoritetin, grekët dhe italianët se duan autoritetin. Ne kemi shkolla të mira, ato kanë shkolla më të këqija. E gjithë çështja ka të bëjë me ngritjen e disa institucioneve. Dhe që nga koha e Zogut deri më sot, institucionaliteti në Shqipëri ka qenë në dorë të një personi. Njëri firmos, njëri vulos. Në qoftë se merr Zogun, Zogu vetë vuloste, vetë firmoste. Enveri vetë vuloste, vetë firmoste. Edhe Berisha vetë firmos dhe vetë vulos. Edhe Rama vetë firmos dhe vetë vulos. Debati dhe biseda për demokracinë është debati i 2, 3, 5 apo 500 vetave, të cilët duan të jetojnë sipas disa normave etj. Le të shkojmë në Kosovë. Në Kosovë, 4 vite qeverisje e të zotit Kurti, mirë apo keq, e duan apo nuk e duan, e quajnë hero apo e quajnë tradhtar, e quajnë nacionalist apo etj. Zoti Kurti ra me 8 pikë përqindjeje. 7-8 pikë. Dhe së mundot qeverin. Nuk e bën dot qeverin. Pra, qytetarët thanë, ne nuk kemi qef më që ta kemi Kurtin që ta formojë vetë qeverin. Perë është Kosova në drejtime, është një perë, pra e dhifiri e të gjithëve. Vim në Shqipëri, si ka mundësi që nga zgjedhjet në zgjedhje, ka rritje me 2% pushteti. Kur në çdo vend të botës, në çdo demokraci të perëndimit që ne shohim, gjithmonë pushteti dekompozohet. Pra Macroni në Francë është me 7% pëlqyeshmëri. Të merr. Po kur tha, ta themi 27 do jemi, ta 27 nikën, perë. Se është në sinkroz me atë që tha Sebi. Po të shijoj, je sadist, dhe është e vërtet që ka mundësi të bësh ti përdhunuesi nesër. Dhe pse Rama është
në këtë lloj formule. Mazokismo është e kurrë apo shijoj, po ne. Sepse e provoi vetë përdhunimin e Saliut në 2009-ën. Edhe normalisht i shijoi, i pëlqeu dhe e bën vetë. Dhe Sepi ka drejt kur ndërton kështu narrative, se nga herë në qoftë se nuk i reziston dhe shijon, ka mundësi të të pëlqejë dhe do t'ja bësh tjerëve. Kështu që Rama hyn te kjo pjesë. Pra e ka shijuar, e ka pëlqyer dhe e di pushtetin që t'jep ky proces dhe vazhdon e bën. Nëse përveç aktorëve. Dhe është e bukur se thotë më bani mua jo për aktorët. Po mirë, aktorët. Unë e shtrova. Do flasim për fushën, po aktorët janë dhe e luan kartën sot thotë shiko, ky përdhunon më keq se unë thotë Saliu, prandaj më pushtet. Se përdhunoj më butë. Atëre unë kam një pyetje para se vetë debatoni. Po fillim, o Baton. 4 vjet të tjera nëse nuk ka aksident rrugës. Duhet thënë kjo gjithmonë, nëse s'ka aksident rrugës, dhe aksidenti, unë këtu ka parasysh shumë gjëra që nuk kam ndërmend t'i listoj tani sepse kushtojnë. Nëse s'ka aksident rrugës, vëlla, dhe në 2029. Të lutem më thuaj pak, me që ti je i apasionuar dhe gjithmonë përdor në analizat e tua fut gjuhën. Fut gjithmonë gjuhën ti, gjua dhe nuk e ke keq atë pjesë. Ti parashikon të njëjtën gjuhë anti-Ram si në këto 12 vjet që kaluan, apo ti mendon që njerëzit që janë kundër Ramës, që nuk e durojnë dot më, që nuk e duan, po që thjesht që mund të jetë thjesht xheloz më. Ore thjesht nuk e onepsin dot më, nuk ja durojnë dot atë arrogancë që ka, fakti që është i gjatë etj. Ka shumë njerëz të tillë dhe kanë drejtë këta kenë. Ideja është Baton, parashikon të njëjtën gjuhë apo ti mendon që kundërshtarët e Ramës duhet të ndryshojnë se thuash strategji komunikimi. Pra duhet të vazhdojnë po të njëjtën strategji si deri tani, i korruptuar, ku diun, hajdut, i lidhur me krimin, i lidhur me këtë, i lidhur me atë, vllai i vet kështu vllai. Pra, pyetja ime është kjo vlla. A mendon se kjo gjë do ta rëndoj situatën mediatike dhe atë që produktin e medias në Shqipëri do japin prapë një produkt për herë të katërt? Kjo është pyetja ime, vlla. Mua kjo kur e mendoj, më trishton shumë. Pra, dakord, hajtë jemi anti-Ram, vlla. Sa i ka bërë Nami. Po jo, po si të gjejmë një mënyrë tjetër, të paktën tingëlloj e re në veshët e atyre për cilën ne flasim. Kjo është pyetja ime, Baton. Ti ke ndonjë ide për këtë? Cila është teza jote? Ja, atë po mundohem me sqaruar në 2 pika. Po. Në media edhe në hyrjen në autokratizëm të mandatit 3 dhe rikthim pak në të Shqipërisë në një proces demokratik për shkak të SPAK-ut. I 4 është ky Baton, jo i 3. Mandati 3, mandati 4 ky. Jo, te mandati 3 kemi hyrja, kalimi nga mandati 2 në 3 ka pas elemente të serioze të autokracisë. Te ky mandati 4 ku po hym, kam shpresën që SPAK-u i eliminon këto elemente autokraci. Ishtë sinqesh Bushati. Çka mendoj une për këtë punë? Ajo që e dallon një sistem demokratik prej atij autokratik është sistemi i drejtësisë, çani. Do të thonë, nëse drejtësia funksionon, se të gjitha vendet kanë korrupsion brenda, kanë kriminal brenda, kanë shkarje nga tatimet ose ikje nga tatimet, bëjnë gjëra të cilat janë jashtë ligjit. Dhe ajo që dallon një pushtet demokratik prej të pushtetit autokratik është funksionimi i sistemit gjyqësor. Do të thonë, nëse funksionon sistemi gjyqësor dhe ata që bëjmë mëkate ose krim i dënon, aty pastaj hymë në një sistem demokratik. SPAK-u ka treguar elemente fillestare, ndoshta dediku serioze se Shqipëria po hyn në ka elemente që po hyn në një demokraci. Dhe kjo demokraci, domethënë e plagos atë që quhen që kolegët e ri e quajnë autokraci serioze të Edi Ramës. Tash, unë bënalem në 3 pika se ku janë këto probleme të cilat janë të shtresuara. Një janë studiot televiziv. Mentaliteti i udhëhecësve të emisioneve ka projektuar edhe analist, edhe gjuhë, edhe diskurs brenda studiove që flasin vetëm për lider të cilët jam njohin kaluarën, din me komuniku me ta dhe din me analizu me ta. Studiot televizive do të pasorohen me njerëz të ri të cilët nuk i kanë të kompleksin e të kaluar. Dhe ne jemi hang të një diskursi
i cili më është i padorueshëm. Dhe një prej arsyeve pse Sali Berisha edhe Edi Rama janë në pushtet ka gjatë, se edhe Sali Berisha është në pushtet, se edhe pushteti opozitar është i tillë, është diskursi brenda studiove televizive. Ne jemi bërë bukur shumë të bajatshëm, parasysh se ma nuk kemi guximin e duhur për të thënë të vërtetët e dura për shkak të njohjes së gjatë edhe të individëve dhe të njerëzve të cilët janë në pushtetin medial edhe në pushtetin politik. Ky është një element. Si te i kalohet ky? Unë i pash, sapo i dëgjova dy kolegët të cilët janë aty, edhe të cilët po hynë në studio me potencen e studiusit, jo me potencen e analistit. Ata s'kan bë analizë sante. Dhe unë vjen mirë që këta realisht po hynë në një botë që mund të ndryshojnë Shqipërinë. Une nuk besoj që mund me ndryshu Shqipërinë, ose mund me ndryshu këtë lloj pushteti. Une muj me bën një farë, po themi, opozitarizmi për shkak të lodhjes me jetëgjatësinë e pushtetit të Ramës. Dhe une mund të bëj kritika të cilat e ka një racionalitet. Po një radikalizëm kritik me lodhjen e pushtetit dhe me autokracin mund të bën një gjenerat tjetër. Po Bushati e bën dot. Ti mundesh me thënë, Bushati e bën dot. Prit po ta them na mund ta ndryshojmë fjalorin e të themi Ramës mund t'i themi na mund t'i themi Ramës se ti je i stërgjatur, je i bajatshëm, s'ke nevojë më tjetë në pushtet, nuk i s'ke që i ofron më Shqipërisë, parasysh se ti nuk mund t'ja japësh vulën e përjetësisë një vendi. Parasysh se gjeneratat e ndryshojnë edhe shijen, edhe vjen një gjenerat që e projekton Shqipërinë ndryshe. S'ke nevojë ti me jetë gjatësinë e tënde me dhon vulën e përjetësisë, ose të përjetshëm. Qoftë shijes, qoftë ndërtimit të demokracisë, qoftë ndërtimit të strukturës e njerëzve. Që këto janë mungesa serioze kur është dikush në pushtet jetë gjatë. Dhe unë mendoj që na kemi problem me jetë gjatësinë e pushtetit të Ramës, që duhet një gjenerat e re edhe ta formalizojnë në rrugë, edhe ta formalizojnë në diskurs. Po, ndërkohë Baton, je i qartë. Ndërkohë shive serialin që shikon Rama, që nuk i sa herë ka parë, mbi 10 herë, i vetëm serial që i ka parë mbi 10 herë, sepse i duhet dhe përdor. House of Cards, kush? House of Cards i famshëm, që është akoma në Netflix. Kemi hequr një pjesë nga House of Cards i Baton dhe kemi përkthyer me titra shqip, për gjithë që doni të kuptoni se çfarë motivon Ramën, një nga gjërat që e motivon, është pikërisht ky serial që ishte me një qef pa parë. Shikoni dhe do kuptoni asociacionin, shikoni. Shikoj Baton, shikoj. You accuse me of breaking the rules, and I tell you, I am playing by the rules. The very rules that you and I all agreed upon. The very rules that you and I all wrote together. So yes, I'm guilty as hell, but then so are all of you. Yes, the system is corrupt, and you have all... Çfarë perle më burr. E pe Edi Ramën? Po. Ky është vëlla. Po Ulsimania bëri këtë, kur e thirri Dumanin. Me dy fjalë. Prit. Ulsimania bëri këtë, që ditën e dytë pas zgjedhjeve, e takoi Dumanin. Dhe e projektoi rregulla të reja. Pushtetet, e tregoj më njëherë fuqinë e 83 votave, pushtetet që projektojnë rregulla, ose projektojnë nene, për arsye se janë të fortë, aty tregojnë se sa autokratikja. Ky është ai modeli për cilin ata treguan që në fillim se çfarë dëshirojnë dhe si dëshirojnë të ndryshojnë epokën 4 vjeçare ose këtë periudhën 4 vjeçare. Dhe lexoj atë që e pash tash në House of Cards, që kam pa 2 herë filmin dhe kam marrë shënime nga ajo, tregon se mandati 4 unë besoj nuk do t'jetë i lehtë, do t'jetë shumë i vështirë. E kam thënë edhe më herët, nuk doja kisha dashur shokut tim mandatin e 4, po ai e ka zgjedhur. Opa, vetëm këtë ta në fund është një, mund të bësh 3 emisione me këtë ta në fund. Po. Ha? Bushat,
Pse e bën Batoni këtë punë? Pse e thotë të në fund? Ka. Dhe që nuk do e kësha dashur shoku tim që mandat e 4, do ketë shumë vështirë mandat e 4. E thot në çdo fillim mandati se kështu ka thënë dhe ke i treti. Po pse? Pse e bën sipas teje? Është thjesht strategji komunikimi? Ja ku e ke, ti më pyet mua të shpjegoj Batonin. Sepse ti e ke mikë tjetër, vëlla. Prandaj të pyes ty. Ti e njeh fëmijën nga të gjithë ne. Marsit? Gjithë kjo narrativ që dëgjuam tek Frank Underwood te seriali House of Cards është pikërisht ajo që në antikitet Thukididi, të cilin ti e ke qef dhe citon shpesh, e ka shkruar tek historia e luftës Peloponezit, në cilën ai pretendon që i gjithë rendi politik, pra i gjithë veprimtaria politike është thjesht raport forcas. Në qovë se Platoni, Aristoteli, Sokrati ishin për etikën, për virtytin, pra për parimin e të drejtës dhe për parimin e etikës edhe estetikës, Thukididi mendonte që në këtë botë është thjesht raport forcash dhe i forti bën atë që mundet, i dopti vën atë që duhet. Në këtë kuptim... Këto kushte unë e bëra pyetjen, pra që se vëndon më në ekran, se me edhe një sinjal nga një institucion që të bëjë... Në këto kushte, po ta përmbledhësh në kuptimin e veprimtarisë së liderit, Henry Bergson, një filozof francez, ka thënë një shprehje shumë bukur, mendo si njeri veprimit dhe vepro si njeri mendimit. Pra në mënyrë që ti të kesh një raport të drejtë force, duhet të kesh edhe aktin, edhe mendimin unison. Tani, edhe dua t'i them dhe diçka Batonit, sepse nga që edhe e vlerësojmë shumë, s'mund të lepa e këthyri përgjigje, me qenë se unë e kam për privilegj që na cilësoj si studius edhe duhet ndryshojmë botën. Unë mendoj që pikërisht ndërrimtarët janë ata që ndryshojnë botën sepse racionalistët thjesht përshtaten. Pa nuk sjellin përparësi, nuk sjellin ndryshim, thjesht dinë që të futen në ekuacion dhe dinë të lëvizin në mënyrë dur, ndërsa ata që ndrojnë, pavarësisht se mund duket iracional, janë ata që kanë çuar shoqërinë përpara dhe në këtë kuptim e vlerësoj atë që ai kishte edhe kritik, po edhe një lloj le ta themi identifikimi për pozitën e studiusit. Bushat, për ty nuk do të asgjë, nuk ka asgjë të re në këtë qiell, si thon francezët. Nuk ka asgjë të re në këtë qiell. Ti për veten tënde do jesh besnik i ideve dhe i bindjeve të tua dhe do vazhdosh për aq sa të mundesh të kesh të njëjtën gjuhë, të njëjtën strategji komunikimi si këto 12 vjet, apo ti Bushat mendon që pavarësisht nga jetëgjatësia e monarkut, strategjia e komunikimit duhet të jetë e njëjtë. Do të jetë kjo. Pyetja e kam. Ka dy mënyra vështrimi, se ti fut gjithë në i thes. Pra, Jo, si futa gjithë në i thes. Do me thënë, ti dhe moj që janë kritik me Ramën, edhe opozitën dhe thua, a duhet tjetë kjo sjellja kritike ndaj Ramës? Jo, sa dhe të pyet aty se pastaj për opozitën është. Ata që janë gazetar, duhet thonë atë që mendojnë. Pra, gazetari nuk duhet të bëj llogari, nuk është faktor politik, që të ndryshojë unë taktik dhe qasje se mos kjo ka më efekt, ti në këtë rast ke gazetar, në këtë rast ke opinionist, analistë, s'ka lidhje. Ti do shkruash atë që she dhe beson, dhe dyta dhe si opinionist do shpresh atë që mendon. Pra ti nuk mund të bësh taktik ose pazar me fjallën apo me qëndrimin tënë. Tjetër gjë ka pastaj për opozitën, se kjo pyetje që ndron kur thua ti për opozitën. Ore, kanë 12 vjetë. Është e njëjta gjë. Që thonë të njëjtat gjëra ndaj Ramës dhe fiton Rama. Dhe ato që thonë nuk është se janë pa vërteta. Po çuditërisht atë e forcojnë më shumë. Se të vjen ty kjo pyetje, që nuk e thua vetëm ti, e thonë shumë. Vjen kjo pyetje sepse ne jemi të gjithë në trysnin e një logjike të imponuar nga pushteti që diçka patjetër duhet këtë faj opozite. Në qoftë se ne do bënim një abstragim, si kur të kishim një opozit në këtu, ure Trumpit vinte, po do me që këta bëjnë si Trumpistë, po dësë. Ore Giorgia Melonit vinte, Rama do fiton të 82 prapë, se ati... Këtë jam dokord me ty unë, kjo është teza ime që kam punë kaq kohë. Ati që i merë votën Troplini, nuk pyet quesh Sali apo quesh Donald. Kjo është e vërtetë. Ati që i merë votën Suel Qela, nuk pyet të quajnë Sali apo të quajnë Donald. Do me thënë, në këtë kuptim, gjdo ndryshim cilësor në luk, në form, i opozitarizmit ndaj Ramës, nuk ka efekt. Sepse
Sepse, edhe një fjalit Po, vazhdo. çfarë ndodh në demokraci? Për shembull, u shuajt e djatha berlusconiane në Itali. Meloni shkoj nga 5-40%. Janë e komunikuese, sepse po. ka demokraci. Si u shkrin golistët në Francë, edhe Partia Socialiste dhe paprit mas u ngrit Macroni. Demokracia ka horror ndaj boshllëkut, i krijon opozitat. Ti thua këtu nuk krijohet. Tu tani, ne kishim, a do opozit moderne, më? Ja ku e kishe Agronshen, ja ku e kishe Lapajn, ja ku e kishe Qorin. Pra, po këta nuk u ngritën dot, sepse këta nuk e kanë betejën me fjalorin, e kanë betejën me troplinin, me suelçelën dhe me bajrat, e kanë me televizionet e sistemit, e kanë me ata që manipuluan gjithë votën e diasporës. Pra, një makjazh apo retushimi çdo faktori opozitar, prap do e kishte efektin zero. Se nuk ka garë. Ti ke shkruar 2 ditë më parë, dhe po të referohem tani, që Partia Demokratike nuk duhet të bëj më, ose nuk duhet më të deklarohet si parti e madhe, duhet jetë parti antisistem. Mund të ma thuash në pak fjalë Bushat që do të thuash konkretisht? Kur thua parti antisistem? Çfarë propozon vëlla? PD-ja, për këto 30 vjet ka qenë partia e sistemit. Do me thënë, ka Psandrin e Klanit të PD-s, ka oligarkët janë edhe të PD-s, ka reformën në drejtësi, është gjysma PD-ja. Pra gjithë shka që ka përfshirë këtë botën tonë, ka qenë PS dhe PD. Tullat e të dyja fuqive. Me kalimin nga një, ne kemi qenë oligarkia, nga një oligarki pluraliste, ku oligarkët kontrollonin, por prap lejonin rotacione pushteti, se fitonin dhe me PS-n e PD-n, ne kemi kaluar sot në një oligarki autarkike, që gjithçka varet nga njëri. Dhe ky e ka bërë që edhe mediat që ka pas, dhe oligarkët që ka pas, dhe bandat po deshe ti që ka pasur Saliu, ka kaluar gjitha me Ramën. I ka monopolizuar. Pra, ky sistem që e krijuan të dy, e abortoi PD-n, e nxori jashtë, e ka bërë automatikisht dhe pa dëshirën e saj PD-n një parti antisistem. Sa më kollaj, sa më let ta ketë ta pranoj PD-ja këtë, aq më kollaj do e ketë për të ngritur strategji të reja. Kush mund të ishin strategjitë e reja? Duhet të shkoj kaj parlament pa çavure? E provuan njërë? Jo, prit. Ta të vëm fajtor Bashën, fakt se kishte as i faj Basha. Ka qenë një ide Saliu të para farë njërës. Tani atë thanë nuk e bëjnë më, bëjnë Karagjos po e bëjnë prapë. Jo, po nuk e bëjnë do dhe në fund, se po ta bëni do të qonin dhe në fund, ata se shuan dhe në fund. E blokonin të zgjedhjet është puna. Tani minimalisht. Mos paraqiten më ka i parlament. Të shkojnë njerë në 6 muaj. Thjesht për të marrë rrogën. Por duhet të japin publikut shqiptar mesazhin që ne nuk shërbejmë më si fasad e një demokracie që s'ekziston. Jo më, ai parlament palaçësh duhet jetë bosh. E dyta, i ke parë sa debila ngjajnë këta të PD-s kur i thon kundërshtarëve të vet socialist, do ta shofësh ti në SPAK. Po kush po ankohesh mo ke vegla e atij që ty po të mbyt? Atëherë marrëdhënia me SPAK-un duhet ndërprer. Nuk duhet ketë më opozitar që çon denoncime në SPAK, sepse nuk duhet japim më legitimitet një arme të Edi Ramës në drejtësi. Ti vazhdon të kesh bindje që gjithë SPAK-u është i kontrolluar nga Rama, pra nuk ka segmente pak pavarur atje. Nuk e beson këtë teori. Jo më jo kot po të pyes. Dhe thënë, e para nuk flitet me segmente se deçat bëja batonin aty që drejtësia mund ta rregullojë këtë vend. Po edhe për të përgjigjur batonit, po. Këtu nuk mund të rregullojë më drejtësia se nuk ka sistem ku të ketë drejtësi të pavarur në autokraci. Qofse pranojmë që jemi në autokraci, është idiotësi. Imagjino nuk ka në të shkëlqyer demokraci, jo më në autokraci. Pra për ta përmbyllur me fjalë të fundit, fakti që PD-ja është detyruar të jetë një parti antisistem, duhet fillojë të sillet dhe si e tillë. Kush është të sillet si e tillë? Të delegitimoj çdo institucion që jep fasadën demokratike këtij vendi. Puna duhet jetë, nuk do fitoj, po doja sa herë të bëhen zgjedhje, të grisi dhe atë pak që ka ngelur
nga fasada demokratike e këtij vendi. Pra, një që kuptova mirë, ti thua të vëmë vetëm një herë 6 muaj në parlament, thjesht që mos u mbasin vendet e shtetit. To mu kujtuan mua, marrëdhënia me SPAK, protesta në rrugë, do të vazhdojnë njësoj, protestat në rrugë. Jo se është e pafuqishme. Është e pafuqishme. Është e pafuqishme. S'ka dhe Deklarata në media, të marrin pjesë në media? Mirë do ishte ti mediat e mëdha t'i abandononin gjitha. Sepse prap është një proces i delegitimimit të sistemit. Do me dhe, si mund shkosh në ato media, ka mbaru zgjedhjet në 11 maj, Edi Rama është njeriu më i plot fuqishëm i këtyre 30 vjetëve, dhe nuk bëhet një debat Mërçani që ore ç'ndikim do ketë mbi jetët tona kjo fuqi e Edi Ramës. Ne kemi bërë këtu mund. A do e arri ti thua në mediat e mëdha, dakor. Quhet media të sistemit e. Media të mëdha, po të shohësh shifrat. Nuk të fus ty. Jo. Te ata. Jo, unë thash që kemi bërë ne këtu, më që jemi periferik, s'ka lidhje. Gjithë debatet janë do japi dorëheqjen Saliu vallë. Atë nenin e famshëm të statutit do e zbatoj Saliu, po si do shkoj PD-ja pa Saliun? Ndërkohë që është një situatë për çmendin, sepse impakti i Partisë Demokratike jetën tonë është zero. Atëherë, pse ne duhet t'i imponojmë shoqërisë një debat falso? Pikërisht se këto janë mediat që duan të ruajnë fasadën demokratike. Dhe gjithçka që do të ruaj këtë fasadë, një opozit antisistem duhet mundohet ta shkallmoj me sa ka fuqi. Atëre, një sekond, Baton, do ta lë ty fjalën e fundit, për ta mbyllur me që je në lidhje me je nga Prishtina, s'të kam në studio. Je ti i favorizuar. Teza Marsidi se s'ka problem, unë e hy me një herë. Marsidi, Sebastiani dhe Batoni, Marsidi shkurtimisht. Atëre parashikimi për 4 vjet të ardhshme, duhet të jetë gjë? Bushati e bëri të qartë. Unë do bëj të njëjtën gjë, sepse kjo është bindja ime. Tjetër gjë do bëj opozita. Ti si e mendon? Në raport me opozitën njërë, do t'i them 2 fjali edhe unë. është drejt teza që parashtron Bushati, sepse në vend që të përdoresh, dhe të përdoresh si kozmetik, më mirë dim nga fusha e lojës, në mënyrë që tjetë pasaj mëse i qartë se kush është shkaktari gjithë rumujës. Po ç'fitojnë duke dalë pra? Prit pra, sepse sot përdoret deviza që Saliu është non grata, ky është kështu dhe këta në pjesë e sistemit dhe këta e ngjyjnë dorën sepse më ndej ndërtimi kjo. Çfarë ndodh kur ti e shikon që zullumi aty tjetrit është 10 fishi jot dhe prapë merret me ty, atëherë që të merret vetëm atë ik fare nga fusha, çfarë do thon pastaj? Në moment që ti si në fushën e lojës, vetëm po të bëjnë si roba të reja në brejtit, që thonë që jo, këtu s'ka zullum. Pra, një sekund. Pa do me thënë, e vetëm gjë që na ngjeshtë i themi shqiptarëve, shive, kjo është absurdi ku jetojmë. Ato mandate që kanë marrë, ato vota që kanë marrë ta, në këtë kaos manipulimi, si që thotë Bushati e të gjitha këto. Ja të them, I bie të mos përfaqësohen fare 520.000 vote. Një opozit në parlament? Ti mendon që i kanë ezaruar gjitha teknikat e sublimimit ta? Se këta filluan t'i përdorin, vurën atë flakën atëherë në parlament atëherë. Fjali kërkova, se s'doja ta merja pra vëmendje nga veta se ndërprema. Okej, dakor. Dhe I kanë mbaruar gjitha taktikat e po për ta bërë qartë, një bisedë që mënyrat me një demokrat, po i cili nuk është berishist. Më thotë, shiko, po luan të këtë tezën, që shiko se fuqia e Edi Ramës që ndron pikërisht se Saliu është non grata, i ka minuar demokracinë. Dhe i bra këtë pyetje, dakord. Saliu e ka minuar demokracinë dhe e ka minuar me disa njerëz, po faktikisht pa vetëm Saliu non grata. Edi Rama i thashë, minon demokracinë apo e mbron demokracinë? Sepse parimi logjik çani demokracisë dhe në një vend i cili ka sistem drejtësie, po që funksionon, është në qoftë se ti qëndron gjatë në pushtet, ti je politikan i virtytshëm, po në një vend që ka drejtësi ama në një vend që nuk ka drejtësi, që nuk ka institucione, të qëndrosh gjatë në pushtet, si Edi Rama është mëkat. Kjo është diferenca, sepse ne jemi në një vend që nuk ka institucione, nuk ka rend, nuk ka ligj. Të rish gjatë në një vend të tillë, me institucione të tilla, është mëkat politik, nuk është fuqi politik, nuk është sukses. Nuk do t'i kthesha prapë Bushatit. Jam i qartë me ty. Vetëm se unë do të kuptoj, ka një gjë. Bushati thotë duhet bëhet parti antisistem. Po. Ndërkohë që nuk e di se çfarë mendimi ke. Në moment që ti ta kanë qenë brenda sistemit, vëlla. Deri tani po. Po si mund pretendosh ti? Po s'ka si ti. Po falë një sekond, që mua më ke mbajt me bukë. Kam qenë brenda sistemit tonë. Po themi, dhe unë pa pritur dal të bëjmë antisistem, është e pamundur kjo. Unë dhe kuptoja nga Arlin Qori për shumë për këtë gjë. Që të bëjmë parti antisistem. Edhe i takon. Dhe i takon dhe për nga ideologjia që ka. Ti thua të bëjnë absurdin. Nuk është se po del si një pasojë reflektimi PD-ja nga
E ka aborduar sistemi, më. Po nuk e ka aborduar, më Bushat. Nuk ka pik influencë në drejtësi. Mban kjo, më Bushat, ti e di që i josh, më burr. Ti e di shumë mirë, më. Unë do ta mësoj këtë gjë. Po pra, i pikon diçka. Po i pikon diçka, pra. I pikon. Aq sa këta i pikon. të bëjnë sikur të bëjnë teatri e luftës. Por çfarë të vlen ajo që të pikon kur ti merr pika, ati shkojnë lumejt në oqean. Ka që kanë fuqinë, më Bushat. Po jo, pra. Ore Bushat, ka që kanë fuqinë, më. Qofse unë s'jam do t'i pari, do jemi dyti. Është e thjeshtë, ka shumë njerëz janë të lumtur të jenë të dytët, më Bushat. Se ti këtë nuk e fut në ekuacion fare. Tani, ne nuk po bëjmë... Falë, se s'dua të... Pra, do me thënë se janë këto legendat që do me thënë je për ama 3 leje, po një e merë shpelzeni. Po se ti mendoj që këto janë totalisht fake, thua ti. Jo, po i marrë të vërteta, pra. Tani, problemi është ky. Problemi është ky. Po flasim për një opozit që lufton për një leje të zenit, apo flasim si duhet sillet opozita në një sistem autokratik. Po mbase nuk është kjo, Morti, prandaj po them. Mbase nuk është kush. Mbase nuk është kjo opozit që mund ta bëj këtë gjë, mo. Se i ta bëj këtë gjë, Bushat do të ketë. Po do zhduket, më. Po do zhduket, më, po të bëri do zhduket. Kemi hyrë në një proces minimumi 20 vjeçar. Nëse partitë e reja, ta shoqëtora të reja, që nuk kanë qenë pjesë e sistemit, dakord? Qori, Lapaj, Gonshea, le ta themi, dakord? Nëse këta e kanë seriozisht që duan vendin e atit i gjatit, Lapaj me Gonshea janë partitë sistemit. Janë sistemit janë këta. Njofin drejtësin, njofin reformën drejtësi, njofin pakun. Edhe Qori e njeh reformën drejtësi edhe Spakun. Qori unë se kam dëgjuar një të flasë kundër Spakut. Prospaku the, edhe Arlinde. Prospaku ka forur. Në ndryshë. Shisi e mbron Qorin se e lezetshëm që është. Sebastian, pas e batoni për të mbyllur, vajti ora e 38. Jepi Sebastian, të lutem. Sa më shkurt, please. Unë besoj se Rama ka kryqet e veta mbi supe dhe Berisha ka kryqet e veta mbi supe. Se cilit i rëndojnë kryqet më shumë, kjo duhet parë. Gabimet strategjike të opozitës në 10 vitet e fundit i kanë kushtuar për 10 vitet e ardhshme për të qëndruar në opozit. Fakti se si i shfrytëzon Rama këto gabimet të opozitës, tani çështja është merr me pushtetin për të parë se si ky pushtet rëndon mbi supet e qytetarëve. Reforma territoriale e 2015-s ikja nga reforma territoriale. Po e themi në një shembull thjesht, merr Paskuqanin që e fuste në Tiranë, vota blu, kompensonte 105 që janë vota të PS-s. Pra ti thua duhet të jetë parlament, që të vën pikat mbi, ti thua duhet mos i nga parlamenti. Je kundër Bushatit tu. Ke tezë tjetër nga Bushati. I thot mos paraqiten fare me vetëm 6 muaj sa për të mos humbur mandatin. Opozita ka nevojë për disa burra dhe gra të ndershëm, cilët punojnë për ditë dhe jo në minutën e 90 duan të bëjnë 4 gola për të rrahur tjetrin 6-0. Prandaj se ti s'përgjigjesh asnjë direkt. Je të marrë pjesë pra. Për të kuptuar diferencat po e bëj këtë më. Për kuptuar ku ndryshon ti nga Bushati, ti nga Marsidi, ti nga Batoni pra. Sot, në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, ka pamundësi revolucioni. Pushteti i bëhet vetëm diversion. Trumpi, që është më i madhi i antisistemit, është epiqendra e sistemit. AFD-ja, që është më e madhe e antisistemit, është epiqendra e sistemit. Nuk lëviz dot nga kjo. Ka disa nyjtime në për Evropë, Podemos në Spanjë, që u mundua të ndërtonte një lloj qasje antisistem, nuk e ndërtoi dot, sepse amalgama nuk u ngjit me mastiç. Kemi Sirizën në Greqi, po është histori tjetër. Kemi Melonin në Itali, po është histori tjetër. Në këtë vendin ton të vogël këtu. Pra mje parashikimin ton. Do nis nga kjo që ka ndodhur ore, jo parashikim kështu të bëjmë falle kot. Po pra këtë po mundohem të them. Ka nevojë për disa burra dhe gra të ndershëm. Sepse fjala ka pesh nga goja që del. Të dy themi të njëjtën gjë, këti ka pesh, mua s'm ka pesh. Sepse është si ai që shkojmë fshat 30 herë ujku, 30 herë bërtiti kot, kur vajti me vërtet ujku ngridelet. Qartë. Në këtë kuptim, fjala ka pesh nga goja që del, jep ti pesh me qëndrimin, me staturën. Po çdo të bëjnë Sebastian. Por të njëjtën gjë që bëjmë gjithë ditën dhe që bëjmë gjithmonë. Pra të njëjtën gjë që kanë bërë këto 12 vjet. Zgjohemi çdo mëngjes dhe ngrysemi çdo darkë. Thjesht duhet të dish të punosh. Rama punon për ditë punon, punon në terren me agitacion, punon me propagandë në televizion, punon në media sociale, punon në çdo sektor. Është non-stop me mesazhe. Punon në çdo sektor të mundshëm. Tani këto thon, kemi Berishën, ne? Çdo kush që është në përdeg, as nuk merr përsipër fare që të punoj, e di Berisha thot këtë lloj gjëje. Kjo është Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk ka regjistër të antarësisë.
Partia Demokratike nuk ka regjistër të antarësisë. Një parti pa regjistër antarësie nuk shkon në zgjedhje. Po të kishte thua ti, të ishte organizuar edhe mund të rezultojë. Aja e çdo subjekti politik. Një kompani ka burime njerëzore dhe rentabilizon burimet njerëzore. Dhe i thot ti inxhinieri dhe ti astronauti, ti do shkosh në hën, ky do shkojë të ndërtoj pallatin. Jo një e çon hën, tjetrin e çon në Vlorë. Në këtë kuptim, situata është e thjeshtë sipas meje, për mendimin tim, thjeshohun. Burra dhe gra të ndershëm që bëjnë punën. Kjo është utopike. Ndërto, ore, në darkë. Ore, realisht ku i ke vlla? Ore të bëj pyetje ndryshme ta mbyllim emisionin. Është partia. Kush është sot njeriu do të zëjë vendin e Tiranës? Po një sekondë. Ore, ka mund të flasim me këmbë tokë, o Sebastian, please. A mund të vemi në fund të raportit forcave të vllazë, të gjitha këto e mira e keqe, këto janë të gjitha diskutueshme, janë subjektive. Kush është sot njeriu? Më thuaj emrin vlla, jo lo. Kush është sot njeriu që do t'i zëjë vendin e Tiranës? Unë mbaj mend. S'ka. Bushati thotë s'ka. Unë mbaj mend që kur ishte Berisha në pushtet vlla, bile kur ishte Nano në pushtet, unë e dija dhe si unë jam i bindur shumë njerëz tjerë që e ndiqnin nga afër politikën, e dinim që Edi Rama mezi po priste të bënte gjithçka për t'i zënë vendin Nanos. Dhe i azuri. Pra dija atëre që ishte një përbindësh, dakord? Që donte atë vendin atje vlla. Sot, ma thua do të kush është dhe këtu jetojë në demokraci. Tani nuk jenë në demokraci, nuk mund të funksionosh prap me të njëjtën logjikë siç funksionoje në periudhën e kaluar. Ky është shpjegimi jot. Po. Sebastian, ti ke një shpjegim, vetëm një fjali se Bushati është tipa parë nga ndonjëherë kur bën sinteza valla, se jemi në fund. Me një fjali e thua dot? Je dakord me të tezë Bushatit? Jo. Nuk ka një njeri sot që do të zëjë vendin atij. Ka një subjekt politik që kërkon të vijë në pushtet, kaq e thjeshtë është. Jo, pra se e tham, që do të ri numri 2, pra. Do të ri numri 2 ai subjekti, nuk po bën asgjë për të ardhur. Ai subjekti do të vijë në pushtet. Do fare që të jetë numri 2. Ai subjekti politik ka probleme strukturore të brendshme, e mora vesh. Te e mora vesh, ti e ke dhe subjekti, dakord. Unë kam të individit, vlla. Individ ti nuk shikon. Individin e vetë. Berisha thotë që do të vinë në pushtet. Do të vinë në pushtet Berisha. Marsit, me një fjali. I vetmi individ që mund ta sfidonte, kishte brenda forcës vetë politike, vrau vetë, Erion Velia ishte. Sepse ishte një lloj Rame. Ai nuk dha as i shenjë do ta sfidonte, kujdes. Urdhë? Nuk dha as i shenjë do ta sfidonte valla. Thoshin të tjerët që ai do jetë. Po siç ti e dini për Ramën brenda dhe ne kemi info tona që e dinim. Po jo, ajo ishte sekret publik për Ramën atëherë, nuk ishte sekret që e dija unë. Dhe kjo sekret publik, e kuptonin të gjithë. Velia në vend nuk Mehmeti nuk e rrezikonte Enverin. Po. Por ai që perceptimi e drejtë. Publiku percepton si pasardhës e meriton në autokraci, kur s'ka demokraci, sakt. Ai përdor të Aranit Çelën, ky përdor Dumanin. Ha logjik zotëri. Ha logjik zotëri. Ta mbyll për timën që ta mbyll të gjitha ligjërimin me që po mbyllën të emisioni. Logjika ime është kjo. Rama me një subjekt politik që punon në këmbët e veta është i mundshëm, edhe brenda këtij sistemi. Opozita shqiptare ka një problem dhe këto 2 vjet, po nuk e zgjidh dot më pastaj sepse dëmi është i pazhbëshëm. Këto 2 vjet janë zgjedhje lokale. Po pra, është i pazhbëshëm. Opozita shqiptare po kthehet dhe ka kohë që është kthyer në forcë reaksionare, që mban peng të gjithë linjën opozitare dhe nuk lejon që të lindi asnjë opozitë re. Pra Berisha do t'i jap dorëheqjen. Jo, më Berisha. Ka shumë për çdo thuash pas Sebastian, pse i bie kaq nga Kina, por s'na thua troç. Por unë nuk jam as antar i PD-s. Po më ti ka analizën tënde tani si. Nuk mund t'i them Berishës ik apo rri. Jo, si mendon ti, jo t'ia thuash ti, jo. Ti je si analist, ti je shef nga jashtë. A duhet të ikë apo jo? Dua që të shtohen shumë njerëz si punë e Berishës që marrin vesh nga politika në PD, që të ketë mundësi që të bëhet një betejë politike sa më e fortë. Pra Berisha merr vesh nga politika më shumë se gjysma e Partisë Demokratike Bashk. Dhe dua që të shtohen sa më shumë njerëz atje që të bëjnë vesh, prandaj ka zhdukur çdo njeri tjetër që merr. Pra, dhe kjo është çështja, sepse kjo që tha Andi kthehet në forcë reaksionare. Nuk le askënd në opozitë që ti bëj ndonjë zë ose ndonjë gjë tjetër, në krahun tjetër përballë këtij thotë kjo anomali. Kur një lider çmendet, Berlusconi vdiqte se lëshonte partinë e vet. Në demokraci çfarë ndodh? Ngrihen opozita treja. Po kur ka demokraci, kur s'ka demokraci që vendosin troplinët, nuk reformohen dot as opozitat. Ose marrin kaq fot Bushati sa ka marrë tani këta. Janë fasad, pra janë fasad sistemi. Janë pak foti, kështu do kishin marrë më shumë normalisht, po të ishin zgjedhje rregullta. Edi Rama nuk ka vjedhur PD-n. Ti thoi ka vjedhur gjithë. Ka vjedh mbi të gjitha
opsionet e tjera opozitare. Dhe i mëshur i latë të dilte nga një. Goni e kapi 2 në moment të fundit. Baton, për ta mbyllur. Baton, a ka një Baton që të dëgjoj, sa më shkurt. Kush është sot njeriu që do t'i zëj vendin Ramsit, vëlla? Ramsit 4 sot, po vazhdoj kështu historia, Ramsit 5 2029, vëlla. Njeriu politik lind nga situata, nuk ka njeri që ti mund ta zgjedhësh nga studio. Jo, nuk thash ta zgjedhim ne, vëlla, këta që janë, a shef ti ndonjë rival? Jo, vetëm ta sqaroj. E para, shikojeni në Serbi ka 8 muaj ditë demonstrim. Dhe ky demonstrim do e nxjerrë një lider. Kjo është, domethënë, kur një shoqëri i vendos do kritere tjera se nuk do të jetoj me një ambient autokrat. Kjo është e para, do të jetë një reagim që vjen nga shoqëria. Vjen nga diskursi, vjen nga turezat të cilët i bën shoqëria civile, ajo e derivon edhe debatin, edhe diskursin, edhe antisistemin. E para, e dyta, në mes të Ramës edhe Berishës, votuesi shqiptar voton për Ramën, tash edhe 200 vjet nëse ka nevojë, për një arsye të vetme. Po, ka pas demokraci mrenda varfrisë, në vitin 2001-2005, kur është ndryshu sistemi. Edhe mëkateve që kanë ndodhur në vitin 97. Por, me gjitha të, mrenda varfrisë, kur ka korrupsion, ai vërehet seriozisht. Por, kur korrupsioni në gjithë Evropën që ekziston, kur ka një zhvillim, ai e humb peshën e vet, nëse opozita dhe opozitarizmi nuk e ndërton gjuhën kundër atij njeriu, ose nëse nuk e ndërton opozitarizmin kundër atij njeriu. Ajo që i mungon momentalisht opozitës është një njeri që i prin asaj, nuk është Sali Berisha. Opozita vetë du të nxjerrë njeriu në vetë. Shoqëria shqiptare vetë du të nxjerrë njeriu në vetë. Baton, jam i qartë, pra nuk ka. Pra Baton, ti nuk shef asnjë në këto momente. E para punës një individ më thuaj. Edhe brenda PD-s, një individ që është ambicios, që i shfaqet ambicia. Jo, kur s'ka individ ndaj autokracisë, ndërtohet bordi që e rënon autokracinë. Kur po flas për bord, flas grupi njerëzve elit të cilët nuk nalen vetëm te diskursi, po te veprimet. Nuk ka veprim Shqipëri, nuk ka. Bushati, Shkullaku, pastaj Fatos Lubonja, janë njerëz të cilët flasin në studio dhe nuk ka të tjerë që i bashkohen mendimit tyre me veprime. Dhe kjo është, ja këta dy sot i pash, janë eloquent, e kanë qartë qa është sistemi, e kanë qartë qa është realisht çfarë po i ndodh Shqipërisë, çfarë është kjo autokraci dhe si ndryshohet kjo autokraci. Por, nga kjo pik, janë njerëzit të cilët duhet të shkojnë në veprime konkrete. Dhe intelektualizmi edhe shpjegimet ose ligjërimet që janë gati mrenda një hapësire universitare, duhet dalin, duhet shpërtojnë dyrët. Dhe këta dy të cilët janë në studio, nuk guxojnë gjatë të mbesen mrenda kësaj strukture, për arsye se Shqipëria do njerëz që kanë veprim dhe jo njerëz që kanë fjalë. Janë lodhur me njerëz të studiove. Njerëz të cilët duhet të dalin të tutje, janë njerëz që e krijojnë njeriu në rrugë ose në demonstrim. Për arsye se rruga është vetmja mundësi. Jo dhuna, se unë jam kundër asaj që opozitarizmi ta krijojë dhunën, se s'ka hapësirë për dhunë. As s'ka hapësirë për po themi bojkotim të sistemit. Sistemi ndryshohet mrenda hapësirës. Mrenda hapësirës, por kur shoqërohet me bindje edhe nga një grupi qytetarëve të cilët janë bindën se kjo opozitë është normale dhe është e mirë. Nuk mundet një sistem i korruptuar i të kalumës me shëru një sistem të korruptuar tashëm. Harrojeni këtë punë. Qytetari vendos se mes dy korrupturve cila është me e keqja dhe kush ka do shije më të mirë.
Dhe ajo që Roma ka arritur në këtë periudhë, Shiringa e regjimit Mes dy të korruptuarve, ka hyrë dhe në turën njerëzit e zgjedhin Batonit. të korruptuarin që ka shihen më të mirë. Shiringa e regjimit, se kështu i fektohemi, Jo, gjithë pak se nga pak. shiringën e regjimit. ka hyrë Jo, dhe- Bushat, ka unë hyrë nuk dhe në funksionoj turën e kështu. Sa Batonit. dush thuja atë. Për një sekond, baton, një sekond ta bëj replikën Bushati, për ta mbyllur. Çfarë tha? Ka ikur koha e fjalëve, tha këtyre që edhin ide, duhet kohë e veprimit. Pra, kjo është tipike e diktaturave. Çfarë do të vrasi diktaturat pa? Racionalitet. Mendimin që të çon drejt lirisë. Pa pasur mendim, nuk mund të ketë aksion. Do me thënë, Antonio Gramsci thoshte ti nuk mund të kesh revolucion pa i paraprir një revolucion kulturor për para. Ti duhet t'i ndërgjegjësosh njerëzit për hapin që bën. Do me thënë, kjo është njësoj se ajo. Këta qeneria e studiove, thot ai, se s'du, këtu duhet mbizotroj vetëm mendimi një. Po mbizotroj mendim, ka vetëm terrorizëm pastaj. Sepse njerëzit që të protestojnë, duhet ta dinë për çfarë e bëjnë. Por shiringa e regjimit Baton do na prekit gjithëve avash. Sa keq që nuk jam në studio. Unë e thash. Ç'ke kohë. Jo, unë e thash. Baton Lere nuk ka nevojë për sqarim sepse ti ishe i qartë dhe Bushati ishte i ka qartë. nevojë për sqarim, si s'ka nevojë për sqarim. Pse? Jo thash ta mbyllim se vajti ora 12 pa 10, pa 7. Jo, keni keq kuptim serioz. Unë e thash, nuk mjaftojnë zërat dhe mendimet në studio nëse nuk ka veprim jashtë. Populli është lodhur me fjalë, tha, bol dëgjuat këta, tha, tani tha veprim, pra boni terrorist. Nuk thash ashtu. Se njeriu që vepron pa ditur, pa qenë ndërgjegjësuar ku po shkon, Nuk thash ashtu. tani unë dëgjoj. Nuk thash ashtu, ndëgjoje, e morë vetëm pjesën që të konvenoj ty. Nuk thash unë ashtu. Unë e thash që ajo gjuhë që është në studio nuk është e mjaftueshme dhe është e kotë se s'ka veprim jashtë. Se ti e formson mendimin. Po ndoshta. A Bushat? Të gjitha për diskutuar janë. Nëse unë falenderoj jashtëmas se ishte kënaqësi që kisha në studio. Baton, të falenderoj shumë që ndënje me ne deri në këtë orë të vonët për 6 minuta vetë ora 12. Përqafoj Baton, falenderit. Marsit Gubi, falenderit natën. Sebastian, të falenderoj jashtëmase. Bushat, ishte kënaqësi. Sa ervim këtu ke ty kënaqësi është. Vërtet? Po, se unë kam kohë që e kam humbur atë shihen, do rikthim më pëlqen. Unë do bëj çmos që të jesh më shpesh në të studio. Zonja Zotëri, ora është 23:54 minuta. Unë edhe këtë emision do ta mbyll zakonisht, të gjithë ju, aq sa jeni, Bushati sot tha jemi pak, tha, nuk ka rëndësi. Janë shumë pak, tha, por ç'rëndësi ka, kam bindje. Të gjithë ju, të cilët nuk e ndjeni veten mirë në Shqipëri, dhe jo sepse nuk keni çfarë të hani, jo se jeni të varfër, po sepse ju mungon shija. Është një shije, më është një mungesë, është një shëmti, fatikisht. Vanitet. Jo, vaniteti, jo, ku ta gjesh, është një shëmti, është një bllokim që kur del në rrugë, që policia është atje për të vënë gjobën, për të marrë gjobën, e kupton, është policia. Sot po kujtohesh atë, në asnjë vend të Europës dhe të Ballkanit, që kam qenë dhe që shkoj shpesh, unë nuk shoh policia në rrugë, vëlla. Ktu është mbushur, është në çdo cep rrugë, ke një patull policie që të pret, vëlla, ka vënë si quhet, të vendosin prit, që këtu ti e kupton se ku jeton, vëlla. Për shembull, mua kjo dhe këtë kupton çdo qytetar që kalon në rrugë, kjo është një gjë e tmerrshme, vëlla. Se nuk është puna sa të rinë atje për një operacion. Arrin atje, vëlla, mund të rinë për operacionin, mbanë edhe makinat që kalojnë rrugës, i pyesin, i marrin dokumentat, po në masë kështu të madhe, në çdo cep rrugë, vëlla. Kjo për shembull është me kast, unë e di nga brenda që është me kast. Duhet krijuar frikë dhe terror te njerëzit e thjeshtë. Dhe policia atje që ndalon, dhe që bën kështu, ka pasur që bën kështu gjithmonë, që janë të vesh shumë mirë tani, krijon këtë gjë. Kjo ka ndodhur që pas 2013-s. Kjo për shembull është një nga strategjitë. Qartë. Është e sigurt, është këtu, nuk po e shpik unë. Di se kam qenë në bisedë. Strategji duhet manual. Është manual, është perle pa parlla për të futur terrorin. Dhe vazhdon. Tani, të gjithë ta njerëz për shembull, që unë nga këtë shembull sepse është flagrant, që nuk duan dhe që i është mbushur thonë do ikim, sepse mjaft keni ikë deri tani, dhe thoni ku të ikim vëlla, në Francë, Gjermani, në Austri, në Greqi, në Itali, nuk ka nevojë, e kam gjetë vonë gjeta si zgjidhja. E keni ngjitur më vëlla. E keni ngjitur në një vend, le t'ju bëj gati, lutem. Ku dhe qeni rrugës më që nuk ka të zot, pret të hapet semafori jeshil dhe kalon bashkë me njerëzit.
Qeni rrugës, kalon vijat e bardha, vlla. Të gjitha ata që nënvlerësojnë Prishtinën, thonë, ama se është qytet i mërzitshëm. Si tha ky? Ka Podgorica tha është qytet i tmerrshëm, thoshte i gjati. Podgorica është një perl. Prishtina është një perl, ka njerëz që ja bëjnë jetën, vlla. Nuk janë kullat e tmerrit, e kupton? Dhe betoni. Të gjithë ju pra, le t'ju bëj gati atë të qenit, dhe pas qenit kemi brillantin ton për ta mbyllur, për të treguar se ku jetojmë. Shikoni qenin dhe janë vendi ku do shkoni. Në Kosovë, është fare e thjesht, është si nata me ditën. Të paktën atje do jeni njerëz të lirë, politikisht të lirë. Shikoni.